Territori i Kosovës për datën 25 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Në disa zona mund të ketë kalime vranësirash gjatë pasdites, por pa rreshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten tipike verore. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior deri veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 29 gradë Celsius. Podujev 13 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj 13 deri në 29 gradë Celsius. Pej 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë 13 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov 14 deri në 30 gradë Celsius. Malishev 14 deri në 30 gradë Celsius. Gjilan 13 deri në 29 gradë Celsius. Ferizaj 13 deri në 29 gradë Celsius. Kaçanik 13 deri në 28 gradë Celsius. Suharek 14 deri në 30 gradë Celsius. Prizren 14 deri në 30 gradë Celsius.